Shtëpia më e famshme në Shqipëri nuk zhgënjen kurrë kur bëhet fjalë për drama dhe mistere. Dhe dalja e papritur e Iglit Takos ka lënë pas një valë spekulimesh mes të cilave edhe sa ajo do të rikthehet sërish në reality show. Së fundmi një mikeshe e Iglit ka folur mbi thashëtheme që po qarkullojnë. Thashëtheme kam dëgjuar pafund të ndryshme që thonë se është në gjendje shumë të keqe, gati që mund të jetë edhe spitalore nga çështja mendore. Ka edhe thashëtheme që thonë se nuk ka dalë fare nga shtëpia dhe prandaj nuk duket askund, dhe ndoshta kjo është e gjitha një lojë dhe një pauzë nga produksioni. Pra mund të jetë e izoluar nga diku, nuk ka dalë nga shtëpia e famshme, është përfolur flot. Me gjendjen e Iglit që ka parë kohët e fundit nuk e mendoj një rikthim dhe nuk më duket shumë e besueshme kjo. Sa i përket marrëdhënies së diskutueshme mes Iglit dhe Gjestit, ajo tha, ka pasur një dinamikë reciproke, por në një pikë Igli ka kaluar kufin me reagimet e saj. Megjithatë, unë mendoj se Gjesti ka qenë manipulues dhe ka dhënë sinjale të përzierëra. Misteri vazhdon, ndërsa publiku pret me padurim ta zbulojë të vërtetën pas këtij lajmërimi të papritur. Menjëherë pas kësaj deklarate, në TikTok qarkulloi një video e saj në natyrë teksa bën vrap. Nuk dihet me siguri nëse video është bërë më herët, por mbetet të shihet se si do rikthehet te Igli përditshmërisë pas mbi 70 ditëve shumë intensive dhe shumë të vështira. Një version tjetër thuhet se nga burimet të sigurta është siguruar një foto e Iglit me mikeshen e saj në palast. Duket se Igli ka zgjedhur jugun e Shqipërisë për të shkëputur nga zhurma e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Se çfarë po ndodh me të, na mbetet vetëm të presim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.